Kjo mund të jetë edhe më shumë psikologjike, Len, po a ju rekomandon me u peshu çdo mëngjes? A jo? Sepse mund me kanë triki kjo puna. Faktikisht unë nuk i rekomandoj peshurën hiç. Ne bëjmë një motje të perimetrit belit. Po. Edhe kjo është rezultati më i mirë, edhe mesazhi më i mirë që e merr siç i kesh për me ndiku. Zakonisht në momentin që fillon me na ra perimetri i belit, nuk kanë nevojë me peshurë. Se fillon trupi me djeg ndyrnat e teprume, vetëm përmes ushqimit, me aktivitet fizik, kuptohet të përshtatur me personin në bazë stilit jetesës, në bazë për shembull moshës, krejt faktorëve, po më ndonjë problemeve që individuale, thashë donë. Ndërkohë, Len, zakonisht kur fillojmë një dietë, qoftë edhe e shëndetshme, për shkak të dinamizmit ushqimor që kemi marrë paraprakisht, na bie pak imuniteti sepse trupi nuk e dhe ta mëson që atë faritmin. A ti a jep në planet tua dhe suplemente shtesë të cilat e mbajnë edhe imunitetin stabil pastaj? Të nevojshme. Po, të nevojshme, po. Zakonisht masi që i bojnë atë analizat, ose në bazë nëse veç i ka aktualisht për shembull, në bazë edhe të analizave kuptohet jo çdo herë me jep suplemente ose me marrë suplemente pa kontroll, merr ato me rekto, suplementet merren në baza të nevojshme të personit, edhe normal ku në dure, kombinume me ushqime që përthithin 100% atë produkte, edhe normal ideja edhe krejt qëllimi është me rregullu metabolizmin. Edhe me rregullu tretjen. Se një zorë e shëndosh, një zorë që pastrohet rregullisht, është një trup i shëndetshëm. Një zorë që nuk pastrohet rregullisht, një metabolizëm që s'është i rregull, do të thonë nuk është një trup i shëndetshëm edhe nuk është një trup që ka më pas të ardhmë të shëndetshëm. Nëse këto e rregullojmë, na kena me rregullu edhe peshën, edhe në përgjithësi kjo shkon në zinxhir metabolizmin, rregullojmë edhe investojmë për me pas një trup shëndetshëm. Po, shumë e qartë.